Asnjëherë mos i thuaj vetes fjalë të këqija, as me shaka. Mendja juaj, trupi juaj, ata nuk e din diferencën midis asaj që është e vërtetë dhe asaj që ju vetëm mendoni. Fjalët janë fuqi dhe kjo botë është e ndërtuar mbi fuqinë. Dëshironi të ndryshoni fatin tuaj? Atëherë ndryshoni mënyrën se si i flisni vetes tuaj. Fjalët që përshpëritni, mendimet që keni, ata formojnë fatin tuaj. Nëse e mbush mendjen me dobësi, do të shkërmoqeni. Por nëse flisni me forcë, nëse mbusheni me zjarr, bota do të përulet sipas vullnetit tuaj. Është një e vërtetë e thjeshtë. Ju kontrolloni fjalët tuaja, ju kontrolloni fatin tuaj dhe kur zotëroni këtë, mund të kushtoni jetën